Kandidatja e Partisë Socialiste Bruna Mersini zhvilloi një takim me banorë të rajonit 4 në një pjesë të këtij rajoni që pa kohë më parë askush nuk do ta besonte se mund të transformohej. Zona e plazhit të vjetër, e cila tashmë është bërë pjesë e vazhdimit të shëtitores bregdetare, pret me mira turistë çdo sezon, duke sjellë një frymë të re zhvillimi dhe turizmi në qytet. Shtëpitë e banorëve të kthyer në shtëpi pritje dhe pushimi kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimin e turizmit familjar dhe nxitjen e ekonomisë lokale, theksoi Mersini. Në këtë rajon ne e kemi një vlorë të re, që është krijuar në rajonin tuaj, është një vlorë dinamike dhe ne takon neve që këtë realitet që e kemi këtu tashmë të ngritur ta përshtasim me projektet të ujit, me projektet të ndriçimit, me projektet të legalizimit, me projektet të kanalizimeve, me gjithçka që të përmirësojnë jetën e qytetarëve. Paragim qytetar që të shkojë deri në fund historisë nuk mund të shkohet përpara. E Qerem Bejvlora thoshte një fjalë që shqiptarët e duan shumë truallin, po ndjenjën ndaj shtetit nuk e kanë. Edhe pas kaq shumë vitesh ne vërtet e duam shumë pronat tona, po ndjenjën ndaj shtetit nuk e kemi shumë të fortë. Duhet të gjitha mendojmë qytetin e Vlorës si një qytet që ka potencial për të jetuar fëmijët tanë këtu, edhe këto investime që ne kemi bërë pa diskutim t'i çojmë përpara, edhe patjetër që mërmjet këtu investimeve të ketë zhvillim ekonomik. Gjatë takimit, banorë ndanë me Mersinin shetësimet e tyre dhe pritshmëritë për përmirësimin e kushteve në zonë. Mersini u angazhua se ndër punët e para që bashkia do të ndërmarrë janë ndriçimi i rrugëve, përmirësimi i furnizimit me ujë dhe lidhja e kanalizimeve në zonat të cilat ende nuk janë të lidhura me rrjetin qendror. Ajo nënvizoi se çdo investim dhe ndërhyrje do të bëhet duke marrë parasysh nevojat reale të komunitetit dhe duke ruajtur identitetin historik të zonës. Dolli një i padëgjeshëm, hoqi ato koshat e plereve të tyre. Ore nuk përplasim me juve atje lart. Unë kam punë me rajonin, me kanalizimet, me ujësjellsin, me elektrikun, me këta e kam. Ne kishim ato dritat aty të lagjes, edhe ashtu që ndjekur. Do bëni shumë mirë të bëjmë disa forume të vogla lagjesh edhe rajonesh, dhe unë duhet të di që në rajonin 4 unë kam 5-6 veta që janë forumi i rajonit 4 dhe gjithë problemet e rajonit i mblidhi dhe është shumë më mirë që ne vim pastaj si bashki. Do ta marrim atë forumin, do dëgjojmë forumin dhe do vim këtu me staf, do t'i shikojmë problemet dhe duhet t'i çojmë të themi kjo do zgjidhet në muajin janar, kjo do zgjidhet në shkurt. Sipas deputetes Eriona Ismaili, Bruna Mersini është zgjedhja e duhur për banorët e rajonit 4, të cilët besojnë te transformimi i rajonit dhe te një përkushtim i vërtet për zhvillimin e tij. Ne me të vërtet mendojmë edhe besojmë që e gjithë si skuadër, mbase për herë të parë në këtë lloj harmonie me njëri tjetrin, do dim se si të zgjidhim problematika nga ato më të voglat deri te më të mëdhat për të gjithë Vlorin, jo vetëm për rajonin 4. Ndërkohë, drejtuesi politik Çuçi theksoi se Mersini është nga ato kryetare bashkie që do t'i çojë gjërat deri në fund, duke siguruar që çdo projekt dhe investim të ketë impakt të prekshëm në jetën e përditshme të qytetarëve. Unë jam shumë i sigurt që këtë radhë do kemi një kryetare bashkie ndryshe. Në pikpamjen e ndjekjes së gjithë problemeve komunitare që ka bashkia e Vlorës. Bruna do jetë nga ato kryetare bashkie që edhe po nuk e zgjidhi dot hallin, e ka marrë mbi supe hallin, ju shef në sy, ju dëgjon dhe u qan deri në fund. Dhe pa diskutim që po nuk e zgjidhi Bruna, nuk mund ta zgjidhi dot dikush tjetër. Ky takim u bë një mundësi e mirë për të forcuar lidhjen mes komunitetit dhe bashkisë, duke dëshmuar se përkushtimi, dialogu dhe bashkëpunimi janë çelësi për një qytet më të mirë dhe më të zhvilluar.